Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg. Ndryshimet që propozohet të votohen sot në këtë projekt ligj, siç është tipike për këtë qeveri dhe këtë kryeministër që e drejton, mbeten ndërhyrje estetike aty ku ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Për ligjin e sektorit strategjik si ai minerar, një pasuri që i takon mbar popullit shqiptar dhe jo atyre pak duarve që kanë zhvatur në tokën shqiptare për dekada të tëra, ne po flasim në këtë orë të vonë, ndërkohë që gjithë ditën morëm me marrëveshje, me hua, me mëthe e me të thash. Atëherë megjithëse po flasim për ligjin e mineraleve, le të flasim për problemet reale të sektorit. Le të flasim për faktin që për 35 vjet është hequr dorë thuajse tërësisht nga kërkim zbulimi, se si puna kolosale e gjeologëve shqiptar për zbulimin e vendburimeve i ka shërbyer vetëm zhvacëve, vendas dhe të huaj, që kanë shfrytzuar pas një kriter në tokën shqiptare. Aty ku dihet se ka mineral, glabërohet. Aty ku duhet investuar për ta zbuluar, injorohet. Ku është roli i shtetit sot në kërkim zbulim? I shërbimit gjeologjik shqiptar, që t'i hapte rrugën hartimit të një strategjie të mirëfillt, afatgjatë të sektorit dhe do mundsonte edhe tërheqjen e investorëve të huaj. Ku janë studimet e fizibilitetit që do duhet të vinin nga bashkëpunimi ndërinstitucional mes institucioneve publike si Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Fakulteti Gjeologji Minierave. Ku është hartimi dhe publikimi vjetor i hartës metalogjenike dhe i gjendjes së rezervave të xerorëve, duke bërë një vlerësim të tyre sipas standardeve ndërkombëtare. Si justifikoni faktin e turpshëm që Shqipëria është pezulluar që në vitin 2023 nga organizata ndërkombëtare EITI për shkak të mungesës së raportimit, nga një organizatë që përcakton standardet e raportimit, të transparencës dhe të përgjegjshmërisë në sektorët e naftës, gazit dhe mineraleve. Sigurisht që nëse do të zhvatësh, nuk mund të jesh antar i organizatave ndërkombëtare. Burimet minerare të shfrytzueshme që kanë ngelur janë drejt shterimit. Për kromin, ekspertët flasin vetëm për 10% të rezervave të mbetura, dhe se sektori mund të vazhdojë të shfrytëzohet edhe për maksimumi 7 vjet tjerë. E njëjta situatë është edhe për bakrin. Në vetë raportin që e shoqëron projekt ligjin, ju pranoni se kontrolli i AKBN-s ndaj këtyre abuzimeve është minimal për shkak të mungesës së fondeve. Po si mund të justifikohet mungesa e fondeve nga shteti për mbikëqyrjen e pasurive kombëtare? Sa do shërbenin të gjithë shqiptarëve ato 50 milionët eurot, të cilët humbën në tunelin e errët të zonjës ministre, sigur të kishin shkuar për mirë menaxhimin e burimeve natyrore. Në projekt ligj propozoni hapjen e procedurave për lejet e kërkim zbulimit, dhe ky është një hap i domosdoshëm, por tërësisht i pamjaftueshëm për të tërhequr investitorët e huaj. I pamjaftueshëm sepse periudha 3 vjeçare e lejeve për kërkim zbulimin është jashtëzakonisht shumë e shkurtër për këtë aktivitet dhe duhet shkojnë të paktën 6 vjet. I pamjaftueshëm për shkak të kalvarit burokratik që duhet të kalojë një investitor privat. Pasi ky shtet i jep lejen investitorit në një zonë të caktuar për të kërkuar për kërkim zbulim, një aktivitet që në rastin më të mirë suksesin e ka 10%, i njëjti shtet nuk i heq atë zonë nga fondi pyjor kullësor, i njëjti shtet nuk ndërhyn me norma e kriteret të qarta për të zgjidhur problemin e servitudit me pronarin e tokës, por i thot investitorit të shkojë dhe ta negociojë vetë. Atëherë cili investitori ndershëm, vendas apo i huaj, është i gatshëm të hyjë gjithë ti kalvari ligjor. Burimet natyrore që na përkasin të gjithëve janë monopolizuar në fare pak kompani të huaja, të cilat i kanë marrë lejet e shfrytëzimit dhe i mbajnë pezull të pashfrytëzuara e të bllokuara për vite e vite me radhë, ndonjëherë deri në 25 vjet, duke bërë të pamundur për kompani të tjera që të hyjnë në treg dhe të konkurrojnë në mënyrë të ndershme me to. Shumë mirë që përmes këtij projekt ligji më në fund u kujtuat që ta kufizoni bllokimin e lejeve, por sa vlerë ka tani më kur vendurimet e njohura po shkojnë drejt shterimit. Nga ana tjetër, shkalla e përpunimit të mineraleve, që dikur bëhej me cikël të mbyllur, sot është katandisur vetëm në nxjerrje të mineralit dhe hedhje në treg. Më shumë se 65% e sasisë së kromit prodhuar shkon për eksport i papërpunuar. Edhe pse çmimi i ferrokromit në tregjet ndërkombëtare është 8 deri 11 herë më i lartë se sa çmimi i kromit. Shkalla e përpunimit të mineralit të bakrit arrin vetëm në koncentrat bakri. Edhe pse dikur në vend kishim kombinat metalurgjik që bënte shkrirjen e rafinimin e bakrit deri në prodhimin e telave të bakrit. Sot vetëm nxirr e shit.
Kësa i thonë që të shesësh lopën si dhe ishte ka. Jo të marrësh prej saj qumshin, djathin, kosin, mishin. Do të mjaftonin $400 milion nga buxheti i shtetit që në bashkëpunim edhe me investitorë të huaj të ngrijej një kombinat metalurgjik për përpunimin e mineralit të bakrit, por sigurisht kjo gjë s'mund të ndodhë në vendin ku kontrolli i lartë i shtetit vit pas viti konstaton shpërdorimin e të paktën 1 miliard eurove. Sot dhe kjo sot duhet flasim edhe se si përfitimet e shtetit shqiptar të komuniteteve lokale nga industria minerare janë qesharake. Renda minerare që është nga burimet kryesore të ardhurave të buxhetit shtetit për mineralin e kromit u bë 0 lek nga kjo qeveri për vitet 2021-2023 duke i kushtuar të ardhurave të buxhetit rreth 20 milion euro në 3 vjet. Që është edhe më skandaloze, bashkitë përfitojnë vetëm 5% të ardhurave të rentës, duke bërë që zonat mineralmbajtëse si Bulqiza, Hasi, Rubiku e të tjerë të jenë ndër bashkitë më të varfra të vendit. Ata që i vuajnë pasojat e punës së rëndë minier, pasojat e ndotjes së ambientit, të dëmtimit të shëndetit, ata marrin vetëm 5%. 95% e merr Belinda Balluku. E pra renda minerare nga 5% do të shkojë të paktën 30% për komunitetin lokal, që të mund të themi se o kemi kompensuar minimalisht dëmin që u bëjmë duke nxjerr mineralin. Edhe pse minera përbëjmë mundësinë vetme të punësimit për banorët lokal, ato njëkohësisht janë kthyer në burime të vazhdueshme aksidentesh dhe vdekjesh. Në shfrytëzimin e minerave, ne ende sot nuk kemi atë që njihet si pema e shfrytëzimit, ku përcaktohet qartë se ku avancohet në galeri e ku jo, në mënyrë që mos shemben kolonat mbajtëse për hir të babëzisë së pronarëve bandit, duke i kthyer galerit në zgafella të varrosjes për së gjallit minatorëve. Sipas statistikave zyrtare tuaja, e këtu nuk futen të vdekurit që mbulohen si Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharës, gjatë 3 mandateve të shkuara që ka qeverisur Edi Rama, numri minatorëve të vdekur në vendin e punës ka qenë 60 vetë. Pra nga 20 minatorë të vdekur për çdo mandat të Edi Ramës. Sot jeta e një minatori shqiptar është 25 herë më rrezikuar se ajo e një minatori në Shtetet e Bashkuara, 17 herë më rrezikuar se një minatori në Kinë. Ju që flisni për minatorët e Spaçit, për sindikatat e munguara, për pagat e minatorëve. Ku ishit ju në vitin 2019 kur u shkel me të dyja këmbët sindikata e minatorëve të kromit në Bulqizë? Sepse nëse minatorët e Spaçit vuajnë sot është për shkak se u shkel me dyja këmbët përpjekja e parë e mirëfill për të ngritur një sindikat të vërtetë të pavarur punëtorësh. Heshtja juaj në 2019 ju bën poj fajtor sa ajo oligarku që kishte minierën dhe sa mediat që ai bleu për të heshtur njësoj si heshtut ju. Ç'keni për të thënë të gjithë ju, deputetë të këtij kuvendi, kur votoni kundër njohjes së statusit minatorit? Ç'keni për të thënë atyre minatorëve të palodhur, që me të njëjtin vullnet me të cilën dikur kanë çarë shkëmbin për nxjerr mineralin, sot, edhe pse të plagur në mosh, vazhdojnë të protestojnë çdo të enjte para dyerve të këtij kuvendi. Si e justifikoni ju? Ju që keni tashmë statusin e deputetit, ku ngrini kartonin e kuq për statusin e minatorit. A është më e vlefshme puna juaj se puna e minatorit? Ju që merrni pensionet mijëra euro, ndërsa minatori vdes në skamje. Si justifikoni këpucët tuaja të lustruara përpara këpucëve me balë të minatorit? A ja bëni këto pyetje vetes, kur vijeni në rresht për të mohuar këtë të drejtë thelbësore? E pra, për ligjin e minierave duhet të flisnim në një seancë plenare më vete, jo në këtë orë të vonë, por prioritetet e kësaj qeverie dhe të këtij kuvendi qartazi janë të tjera. Faleminderit. Faleminderit.